Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Mos e lejoni të hymë në Kosovë, ish banore kundër vjet Olta Gixharit. Bigu i Kosovës vazhdon të prodhojë jo vetëm tensione brenda shtëpisë, por edhe përplasje të forta jashtë saj. Një moment i fundit i Prime-it ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale, mes tyre edhe një deklarate ashpër nga ish banorja e sezonit të kaluar, Grace Agashi. Përmes një postimi në Instagram, Grace ka publikuar një mesazh të shkurtër, por mjaft domethënës duke shkruar: Olta Gixhari, me pas fuqi ta kisha ndalu me hi në Kosovë. Edhe pse pa përmendur drejt për drejt kontekstin, ajo ka lënë pak vend për dyshime, duke interpretuar gjithësisht si një referencë ndaj opinionistes së këtij edicioni. Postimi u përhap me shpejtësi dhe u komentua gjithësisht nga ndjekësit e formatit. Deklarata e Grace's ka ardhur në kohën reale gjatë transmetimit të Prime-it, pikërisht në momentet kur po diskutoi rrëfimi emocional dhe mjaft i ndjeshëm i banores aktuale Sasa. Duket se mënyra se si u trajtua historia e saj nga paneli, veçanërisht nga opinionistja Olta Gixhari, ka qenë shkaku kryesor që ka revoltuar ish banoren. Burime pranë diskutimeve në rrjet sugjerojnë se Grace ka konsideruar reagimin e opinionistes të tepruar ose të papërshtatshëm, duke zgjedhur kështu një formë të drejtë për drejtë dhe drastike për të shprehur pakënaqësinë e saj. Deri në këto momente, Olta nuk ka reaguar ndaj deklaratës së saj. Megjithatë, përplasja ka ndezur debate të forta mes publikut, me ndjekës të ndarë mes atyre që mbështesin reagimin e ish banores dhe atyre që e konsiderojnë deklaratën të tepruar.